Segmenti rrugor Paruz-Xhabie në Shkodër do të jetë i hapur nga sot në 2 sence qarkullimi, një ndryshim që pritet të ndikojë në lehtësimin e trafikut në këtë zonë. Ky segment është ndër më të frekuentuarit në Shkodër, ndërsa tashmë drejtuesit e mjeteve do të qarkullojnë në të 2 drejtimet. Mendoni zgjidhje e mirë apo ata? Jo, gabume, më mirë me i kalim, se si jena njerëz për ata punë. Të pa shef, të pa fillojnë aksidentet, 4-5 aksidente vetëm të furra jajeve kanë ndodhur aty. Trafik normal mos e ku ka vajtje edhe e dyta ambulanca kur s'ka rrugë për emergjencë. Kjo kështu ka kërma për para, është po e arsyeshme që të mbyllet për disa kohë, kurse tash i hapja lën diskutim për mendimin tim. Për mendimin tim mund të ishte më mirë që fluksi të kalojë jo vetëm nëpërmes Unaz, po edhe rrugëve të tjera me qëllim që kjo të jetë më e lirshme. Tash unë rritu në Xhabie. Për mu, s'kam makinë. Po, shoqër që është një rruga bicikletës. Po i fije problem është se të nëtë dhe të ecë me shok. Tha hap 2 kalimshe, i thamë ke kujdes, thamë se të shdete që në mësu kalej. Te ke rruga, mirë po të shumë qytetarë në isha dhe të rrjetet sociale. Diku i bëhet qefi, sepse ka biznese, këne ka paruta.